Çka t'ju themi, kur sot po mblidhemi për herën e 11 dhe po përjetojmë reprizën e përsëritur të lëvizjes vetëvendosje, e cila në mungesë të shumicës parlamentare është duke dhunuar jo vetëm këtë institucion përfaqësues të qytetarëve të Republikës, por edhe vetë shtetin për të cilin secili qytetar ka dhënë e ka kontribuar me sakrificë personale. Unë vërtet sot nuk mund të them më shumë se sa që kam thënë gjatë gjithë ditëve të kaluara, por Albin Kurtin duket se Albulena Haxhiu është më e rëndësishme se sa rreth 1 milion qytetarë që kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe që kanë dhënë verdiktin e tyre se si duhet të krijohen institucionet. Por në mungesë të besimit, në mungesë të numrave, në mungesë të shumicës për të bërë vetë kryeministër Albin Kurti, ai po luan me Albulena Haxhiu duke mbajtur atë si kandidatën e cila nuk ka kaluar, nuk kaloi e as do të kalojë në të ardhmen, sepse e ka më të lehtë që ta sakrifikojë atë se sa që dal e të matët vetë, me qenë se secili tashmë e din që ai nuk ka numrat. Por një gjë duhet ta kuptojë edhe Albin Kurti. Nuk mundet me mbajt peng me zër shtetin, e ka mbajtur mjaftueshëm gjatë tashmë, nëse vërtet dëshiron që të kemi rrugdalje, unë e ftoj që ta ndryshoj kandidatën. Ne si Parti Demokratike kemi dhënë mundësi që të vinë një kandidat apo kandidat që mund të merr shumicën parlamentare në mënyrë që të konstituohet kuvendi e të hapet rruga fateve kushtetuese për të zgjedhur edhe qeverinë e re. Ne jemi të gatshëm për të marrë përgjegjësitë tona, por duket që lëvizja vetëvendosje, duke mos dashur me pranu humbjen që e kanë pësu në zgjedhjet e kaluara, sepse kërkesa atyre ka qenë referendumi normalisht që ka dështuar, po vazhdon të mbaj vendin peng. Përgjegjësia është e tyre, atyre ju takon që të bëjnë hapin e parë, ata po e përsëritin të njëjtën, por një gjë le ta kenë qartë që kur nuk të pëlqen e nuk pajtohesh me të vërtetën e me realitetin, nuk mundesh me ndryshu atë, por duhesh me ndryshu vetën. Dhe këta sot vërtet i ftoj që ta ndrojnë këtë mentalitet autoritar, imponues, dhe të vinë me një kandidaturë e cila mund ta zhbllokojë këtë situatë. Për ndryshe, mund vim edhe 111 herë tjera. Me shumë keqardhje e duke u shtërnguar prara qytetarëve të vendit tonë, por Albulena Haxhiu nuk ka lënë. A i bie kjo që të marrin pjesë në shkelje kushtetuese. Po kjo është shkelje kushtetuese, kjo është e paligjshme. Ndryshimi i metodës votimit pasi që ka filluar, as ka ndodhur ndonjëherë, as duhet me ndodhë tash, as në të ardhmen. Nuk mundemi me për ligj një tendencë për me shkel në mënyrë të hapur kushtetutën. Sa herë që e kërkojnë me votu një komision për me votu msheft, në kohën kur disa herë është votu hapur në shkelje kushtetuese, nuk mund ta përligjim ne mentalitetin antikushtetues që ju keni pa në 5 vitet e fundit që s'paku 11 herë shkel kushtetuta nga po këta njerëz. Kështu që jo, s'marrim pjesë. Ne marrim pjesë në votimin siç kemi marrë pjesë të kaluar në votimin e hapur. Ajo që është evidente, as votat hapuna, as votat mshefta s'ka për Albulena Haxhiu. Kështu që pse duhet me peng kuvendi dhe shteti për shkak të saj, për shkak të tekeve të Albin Kurtit. Unë i ftoj qytetarët që të mendojnë edhe një herë. A jeni më të rëndësishëm ju që keni votu Albin Kurti në Albulena Haxhiu? Po duket që Albulena është më e rëndësishme se ju dhe kjo është fatkeqësi, por mbajini në mend kur shkojmë në zgjedhjet e ardhshme, të cilat ndoshta edhe mund ndodhin shpejt. Po mund të jetë do për zgjedhjet e ardhshme do të kanë. Vërtet kjo është dënim i demokracisë, çka po ndodh nga ana e lëvizjes vetëvendosje, sepse demokracia është pluralizëm. Dhe pluralizmi nënkupton mendime të ndryshme, nënkupton dialog e diskutime e kompromise. Këtu s'ka kompromise, këtu s'ka diskutime, këtu s'ka pluralizëm, esencialisht me qenë se
në hapin e parë që i takon partisë së parë, po mundohet një imponim, po tentohet një imponim, po tentohet një dhunim i vullnetit edhe qytetarë, edhe deputetëve, por normalisht unë ju siguroj që Partia Demokratike e Kosovës nuk do ta lejojë një gjë të tillë.